Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjisë komentoi të pashmangshme rritjen e fundit të çmimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut. Në intervistë televizive, Marko Beslimosky kërkoi të tregohet mirë kuptim për elektranat, sepse kompania shtetërore, siç thotë, duhet të qëndrojë në këmbë të shëndosha. Elektranat e Maqedonisë së Veriut duhet t'i shohim jo vetëm si një kompani prodhuese, por dhe si një kompani që përveç prodhimit të energjisë elektrike, edhe shet energjinë elektrike, nënvizoi Marko Beslimosky. Ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut paralajmëron reformë dhe në radhët e sistemit të profesorëve në universitete. Në një konferencë për shtyp, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska tha se profesorët universitar nuk do të mund të presin më qetësisht pensionit pasi të zgjidhen në funksion, por çdo 7 vjetët duhet të kalojnë në rizgjedhje për të ruajtur pozitën e tyre. Sipas saj, nëse nuk i nënshtrohet rizgjedhjes, stafeve akademike do të ndërpritet marrëdhënia e punës. Rajoni. Shefi i diplomacisë europiane Kaja Kallas bën thirrje për formim sa më të shpejtë institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kallas rikonfirmoi se Bashkimi Evropian po ecën drejt heqjes së masave. Në këtë kuadër ajo ka përsëritur se 216 milionë euro ndihmë financiare janë dhënë pas transferimit të rregullt të qeverisjes, ndërsa synohet lirimi 205 milionë eurove shtesë në fillim të vitit të ardhshëm. Në deklaratën e dhënë pas zgjedhjeve, Kallas kërkoi nga qeveria e re të dyfishoj përpjekjet për reformat shumë të nevojshme që lidhen me Bashkimin Evropian. Vëzhguesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës e vlerësuan si të qetë procesin zgjedhor në Kosovë. Në një konferencë për shtyp në Prishtinë pas përmbylljes procesit votimit, kryetari i delegacionit Yunus Emre deklaroi se zgjedhjet e parakohshme në Kosovë janë zhvilluar në mënyrë të qetë profesionale dhe përgjithsisht gjithëpërfshirëse, pavarësisht afateve të shkurtuara zgjedhore. Në konferencën për media pas misionit, vëzhgues Emri theksoi se procesi zgjedhor u karakterizua nga mungesa incidenteve serioze dhe administrim profesional në shumicën e qendrave të votimit. Megjithatë, ai ngriti shqetësime lidhur me refuzimin e përsëritur të certifikimit të Partisë Kryesore Serbe nga KQZ. A delegation from the Parliamentary Assembly of Council of Europe has welcomed the smooth and professional conduct of the early elections to the Assembly of Kosovo, expressing hope that all political stakeholders will demonstrate responsibility in restoring functional institutions. Thirrja për aktorët politikë është të tregojnë përgjegjësi për t'i dhënë fundgërqet dhe për të rikthyer institucionet funksionale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pas 5 ditësh mungesë të ujit filloi furnizimi një pjesë të qytetit të Florës, aktualisht zona e Lungomares. Pjesa tjetër e qytetit pritet të furnizohet me ujë në orët të vijim. Me mbërritjen e pajisjeve të porositura në Turqi gjatë natës, punonjës të ujësjelljes kanalizimeve në Vlorë punuan për riparimin e tubacionit kryesor, nga çare të cilit uji i pishëm mungonte. Ndërhyrja për rregullimin e tubit përfundoi rreth orës 4 të mëngjesit, moment në të cilin filloi dhe mbushja e depove. Autoritetet bëjnë dije se furnizimi po kryhet ende me kapacitet të reduktuar pasi po testohen pajisjet e reja të instaluara. Një ditë më parë, qytetarët mbajtën dhe një protestë para bashkisë ku patën dhe përplasje me policinë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.